Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 29 mars 2025. Dashi. Ju jeni në gjendje të bëni një ndryshim të madh pozitiv, përfitoni nga kjo ditë sepse nesër mund të jeni më pak të tonifikuar, largoni njerëzit që ju kanë bllokuar në muajt e kaluar. Demi. Sonte do të jetë e vështirë të ruash ekuilibrin me personin që e do. Rahe plaçkën sot. Binjaket. Mundohuni të rregulloni mendimet tuaja sot, por mbani nervat tuaja të qëndrueshme. Dashuria për t'u rishikuar, jo gjithçka që po bëni është kuptuar nga personi që ju intereson. Gaforja. Kujdesoni për fitnesin tuaj, dilni nga pak ditë të rënda. Merrni zënë në dashuri, por duhet të jeni në dispozicion. Është e vështirë të qëndrosh i qetë. Luani. Ditë që duhet menaxhuar me shumë vëmendje, kontakte me avokat apo ekspert për të zgjidhur një problem të kaluar. Njohuritë nuk duhet të nënvlerësohen, veçanërisht nëse zemra ka qëndruar vetëm për një kohë të gjatë. Birgjeresha. Një rikuperim i madh pritet gjithashtu për javën e ardhshme. Në dashuri mund të afroheni më shumë me një njeri që për arsye të ndryshme ishte larguar ose që e kishit vënë në dyshim. Peshorja. Në dashuri, një lajm i mirë mund të lindë sot. Nuk ju mungon forca, dëshironi të keni një përgjigje qetësuese që ju jep siguri sa më shpejt të jetë e mundur. Akrepi. Dita e vlefshme. Ambicjet dhe zgjidhjet e kënaqura në jetën e dashurisë, vetëm sonte ka një rënje fizike, mos merrni ndryshime të temperaturës. Shigjetari. Kjo situatë është interesante sepse mund të krijojë një fazë të pjekurisë për t'u rritur, pavarësisht momente të humbjes ka pasur shumë. Britsjapi. Periudha e stresit ose vendimet duhet të merren brenda disa javësh. Në dashuri, lodhja apo monotonia rikthehet, dikush mund të mendojë se vetëm ju jeni më mirë, britsjapi ka një shpirt hermit. Ujori. Ditë interesante, por keni kujdes me shpenzimet, riparimet ose prishjet e papritura. Kur keni ditë me forcë të madhe, mund të ndodhë edhe që të lodheni shumë. Peshqit. Do të jetoni ditë të rëndësishme, do të shihni që brenda disa javësh një person do të rikthehet përsëri dhe do të keni një lajm të mirë. Ju mund të zgjidhni disa çështje të pasgjidhura me diplomaci, hir dhe arsye të shëndosh. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.